nuk do të hyjë në xhenet ai që i kput lidhjet familjare, ai që prishet me familjar. Çfarë do që të jetë arsyeja? Dhe unë ju këshilloj që t'i thrisni në iftar ata që nuk ju vinë pe familjarëve t'juj. Ju këshilloj që ju të bëni të parët që t'i ftoni ata, sepse përmes kësaj ju ja dëshmoni Allahut se jeni të qiltër në zemrat tuaja, jeni të sinqertë. Mos ruajtja e lidhjeve familjare është teje të rrezikshme, saqë pejgamberi Allahut thot sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nuk do të hyjë në xhenet ai që i kput lidhjet familjare, ai që prishet me familjar. Çfarë do që të jetë arsyeja? Nga se nuk arsyetohet kur dikush i kput lidhjet familjare për shkak se një familjar e ka nënçmuar apo dhe i ka bërë padrejtësi. Kjo nuk e arsyeton kputjen e lidhjeve familjare, sepse kur erdhi një njeri tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, unë tha kam një hall me familjen time. Tha unë i vizitoj, ata nuk më vizitojnë. Unë i mirë trajtoj, ata më keq trajtojnë. Unë ju buzëqesh, ndërkaq ata irritohen prej meje. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: ti ruash lidhjet familjare nuk do të thotë që dhuratën t'ua kthesh me dhuratë, vizitën me vizitë, buzëqeshjen me buzëqeshje, por do të thotë kur ata ty të kpusin, ti i ruan lidhjet familjare. Ky është ruajtës i lidhjeve familjare, sepse ta ruash lidhjen familjare për ndonjë interes të caktuar, siç është mirësjellja, buzëqeshja, apo për shembull vizita e kështu me radhë, është krejtësisht normale. Këtë gjithmonë ta bëjnë. Por ta ruash lidhjen familjare për hir të Allahut Madhërisëm, edhe kur të tjerët nuk të ruajnë ty, kjo është shenja më e drejtë për drejtë e imanit tonë në raport me Allahun, sepse ne nuk i trajtojmë ata kësaj për shkak se ata e meritojnë. Nga se ai që të shan, të ofendon, madje të bën padrejtësi pe familjarëve, ai nuk e meriton një trajtim të tillë. Por Allahu e meriton që ne t'i trajtojmë kësaj për shkak se ne duam t'ia dëshmojmë Allahut se çfarë besimtar jemi. Ktu është çështja. Dhe nëse ne i bëjmë një gjë të tillë, ne jemi të ngritur tek Zoti i Madhërisëm. Pra nuk ka kategori më fisnike e besimtarëve se sa ajo kategori e cila i zbaton urdhrat e Allahut me përpikmëri e madje edhe me dashamirësi. Ndonë se nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Por pejgamberi Allahut çfarë thot? Sallallahu alaihi wasallam. Thot: besimtar më i mirë është ai i cili përzihet me njerëz, pra jeton me njerëz dhe i duron cytjet e tyre, ngacmimet e tyre, apo dhe dëmtimet e tyre, se sa një besimtar i cili izolohet dhe tërhiqet kur i përjeton këto gjëra. Pra ne duhet t'ja dëshmojmë Allahut se sa sinqerisht e besojmë atë dhe se me të vërtet e synojmë kënaqësinë e tij. Prandaj besimtarët të nderuar, nuk ka situatë më të volitshme, nuk ka rrethana më të përshtatshme për t'i rregulluar raportet tona familjare se sa në Ramazan, sepse zemrat tona janë të pastërta në Ramazan, janë të qeta për shkak të shpëtimit nga cytjet eventuale që i kemi jashtë Ramazanit, për shkak të lehtësimit nga ana e Allahut me prangosjen e djajve, me hapjen e dyrëve të xhenetit, me mbylljen e dyrëve të xhenemit dhe me shumë gjëra tjera që Allahu i ka përgatitur dhe i ka servuar për neve në mënyrë që zemrat tona të gjallërohen, të ndryshohen dhe gjendjet tona gjithashtu të ndryshohen. Andaj lum për atë besimtar i cili e shtrin dorën e pajtimit, e shtrin dorën e mirëkuptimit, e respekton vetveten duke i respektuar të tjerat. Dhe unë ju këshilloj që t'i thrisni në iftar ata që nuk ju vinë pe familjarëve t'juj. Ju këshilloj që ju të bëni të parët që t'i ftoni ata, sepse përmes kësaj ju ja dëshmoni Allahut se jeni të qiltër në zemrat tuaja, jeni të sinqertë, jeni vetmohues, ju e shkelni egon e juaj që ju cyt për të keq. Ju nuk lejoni që mendjemasia të zë vend në zemrat tuaja. Ju nuk lejoni të bini në nivelin atyre që ju ofendojnë, ju shajnë apo ju bëjnë padrejtësi, sepse ju jeni besimtar të Allahut Madhërisëm.